Sot do bëjmë buzët me filler. Me filler jo, po do provojmë këtë lipin viral për fryrjen e buzëve. Sa kam parë atyre gocave u ka bërë shumë efekt dhe shpresoj të më bëj pak edhe mua derisa të bëjmë filler tamam. Ky është dhe lipi nga Transparent Lab, unë e kisha parë me të vërtet me shumë goca dhe mezi po prisja që ta provoja, por do ta heq kuriozitetin këtu me ju. Ja. Kam dëgjuar që vjedhëm shumë dhe shpresoj mos jap vetes punë pa punë tani përpara se të dalë. Sa shumë. Okej, këto janë buzët e mia përpara. Tani do pres një 10 minuta, nuk e di. 10 minuta thoshta. Okej, tani po fillon të pickon pak. Buza po fillon të skuqet shumë dhe po djeg me të vërtet shumë në këtë pikë. Shikoni, unë kisha bërë padashje edhe këtë pjesën këtu dhe mos skuq edhe kjo pjesa, pavarësisht se e fshiva direkt, po prap mos skuq fare. Këtë pjesa prap më është bërë super e skuqur edhe po më djeg shumë. Po nuk mund të them që nuk po shikoj rezultat. Më duket se kur diçka më e fryrë është apo jo. Sa po kaluan edhe 10 minuta, nuk e di nëse shikoni rezultat apo jo edhe juve, po unë mendoj që diçka i bëri, nuk është se bëri mrekulli normalisht. Tani do përfundoj edhe buzëkuqin dhe do va tregoj tamam. Ajo djegja pas 5-6 minutash filloi edhe rak, kështu që nuk ishte ndonjë gjë e papërballueshme, por mund të them që ka diçka rezultat. Okej, tani u vërtetuan 100% që diçka ju bëri, sepse më vërtet mendoj që i ka shumë të fryra, unë s'para i kam kaq të fryra, i kam shumë të holla buzët normalisht, kështu që me këtë përpara buzëkuqit do jetë shumë mirë. Do të thënë ja vlejti ajo djegja që përjetova ato 5 minutat e para.